300 pushk. 300 pushk u shprazën mejher. Përshëndetje miq. Sot e kam ndërmend me bë një review të një muzikës popullore, folklorike, fakt tekstin e asaj muzike, po e bojna një analizë për çka bëhet fjalë, është Konga e Boshnjakut. Konga e Boshnjakut është një histori ku mreti kënse pas ka qu një boshnjak si administrator aty e ku në lap. Për çka me mbledh taksat edhe me i sundu lapjant, lap e gollak, aty thuhet gjak e vllas. Mirë po, çka është krejt poenta që unë po du me fol? Po bëhet hiperbolizim pa nevojë. E në fakt, ka një herë, dikush të dash me të livdu, a edhe të kesh, të përqesh. Te Konga e Boshnjakut, besoj që nashta se ka pas qëllim, se s'ka arsye me përqesh lapin ose lapjant, se na e dim trimnin, heroizmin e tyne, mirë po, vallaj nuk i ka ba njerë me një resh dikon aty. Thot, edhe kanë rrethu Boshnjakun aty, te muzika që thuhet, kur ka dalë thot Boshnjakun der, veç analizon e pak qëto. Edhe heni pak filma, dul Boshnjakun der. 300 vet i ka pas morati me veti, edhe kanë marrë në thumë. Boshnjakun për me vra, thot kur ka dalë Boshnjakun der, 300 pushk. 300 pushk u shprazën mejher. Shka pja mërmenja juve, kur 300 pushk, 300 persona e marrin thëmë me një vend, një person. Ku mu konë rezultati? A ka gjaza i person me pështua jo? O pasha zotin, nga shëpjo thëmë. Jo pluma, po me kumla bre, me molla me gjujt 300 vet, 300 molla me tron trup, gjutërim të lojnë. Po, ja, një këtu diçka ka. Thot 300 pushk u shprazën me herë, kur ka dalë Boshnjakun der. Ama, Boshnjaku e pështoj. E tash, a i ka bo njerë autori moratit edhe lapjanve me qëtë resht, apo i ka nënqmu, bile, nga ne. Nuk i ka nënqmu edhe veç si lapjan, po edhe si burra që e falin sabahin, dhe me thonë, edhe si musliman që janë të gatshëm me prish gjumin për me falë sabahin. Boshnjaku pështoj. E ku pështoj? Hej, prej lapit, Boshnjaku kam rri me shku në kam në Stambol, te pasha. A i një mërën veti, qëfar teksti pashë zotin. Edhe aty pe vetë pasha, thëtë, ku ma la ushtrin, thëtë e lash në lap. Edhe një për atyne ku ma le ti atin. Kalin ku e la, o, Boshnjak. Tha, Kali si shkon për mu, shkon për muratin. E qka është be kjo hiperbolizim pa nevoj. Respekt për lapjant, respekt për trimat që i ka lapi. Mirë po, autorët në kësi raste, unë e po të kalzëj, nuk i kësha lanë ma asë një gerë me shkru për tekste. Keni kujdes. Zatën edhe qështu pëndrot historia. Tu këshu me ba dikon hero pa u konë, e tu këshu dikon me rrit, që hejtë së dash më rrit, e tani pe keshmi kejtë, pe përqeshmi. Qa me thonë, vendos një jo. A kanë bo mirë autore me qëtë teksta jo? Shihmi.